E tani, me që diskutojmë për tema jo formale, nuk është aq i nevojshëm koncepti përveç orientimit temës, mos me dalë prej temës ose me pas një far haprimi të rendit. Po sido që tjetë, janë dy tema që janë ndërlidhura mes veti. Mirë, po këto dy tema që janë ndërlidhura mes veti, ndërlidhen me çdo temë që ne kemi diskutuar. Edhe shumë e nevojshme në një moment ndoshta me kriju një prezantim edhe një, edhe dy, edhe tre, edhe shumë më tepër për mi lidh gjërat, me i lidh temat, si lidhen ato mes veti. Për shkak se lidhja e temave është lidhja edhe mendimeve dhe gjithë aty në dijeve që ne i kemi diskutuar. A kur ti lidhim ato gjëra, e shohim se në jetë edhe në botë, me gjitha te, pas ka një farë sinkroniciteti, pas ka një farë ndërlidhje. E tash tema e sinkronicitetit për këthim është, do thot, harmonia e ngjarjeve dhe mendimeve, pa marrë parasysh a ndodhin afër nesh, të larg nesh, që japin një kuptim kur ne i vërejmë. Edhe ne mujmë me dhanë, edhe ato me qenë koincidenca, mirë po me qenë edhe përputhshmëri në bazë të rregullave të universit. Ose ngjarje të themi të rastësishme që nuk janë të rastësishme. Realitet janë të mendume, mirë po prej ku janë të mendume? S'mujnë me qenë raste të rastësishme të mendume prej njeriut. Po janë jashta fuqisë tonë. Do të thotë, sinkroniciteti ekziston. Do të thotë, themi se po e marrim atë botën e padukshme, botën metafizike tonë. Edhe të themi se ajo ndodh, edhe këto janë valte e asaj që ndodh. Nëse fusim kohën, të kaluarën, tashmen edhe të ardhmen, në realitet është gabim, për shkak se në konceptin e botkuptimit prej lartë, gjërat janë të ndodhura. Kanë ndodh. Ne vetëm vetëdijsohemi për atë që ka ndodh. E kemi diskutuar disa herë se rregullat janë determinueme, ne vetëm i zbulojmë. Do thotë, në të rrjedhshmërinë që ndodh në botën e padukshme ose në metafizik, do të thonë botën jo materiale, ekzistojnë kode të determinuara, të cilat e përshkruajnë kohën para nesh, edhe shpirtat që kanë jetuar para nesh. Sot sa miliard njerëz jetojnë në botë? 8 miliard. Mirë po, ka pasë njerëz që kanë jetuar më parë, e që sot nuk janë gjallë, mirë po ato shpirta janë në sistem. Nuk qenë kemi në 8 miliard. Edhe kjo është një botë e posaçme, e cila është determinume në mënyrë perfekte. Edhe ekziston bota jonë individuale, e cila mundohet me trunin, me mendjen e vetë, me i dhonë spjegim fizik gjërave. Shka mendoni ju, a është e mundur, themi njësia unë, me rregullu jetën time
në bazë trunit tim, në bazë dijeve që i kam, në këtë botë, pa me marë parasysh sistemin i cili i determinon në nivel shumë inteligent. Ose, ndryshe ta formuloj. A mundem unë, fatin tim, me ditë ma mirë, në çdo pikpamje, shpirtënore, lumturisë, materiale, në çdo aspekt jetës, me normat e botës unë që njeh, fizike, të ndjenjave dhe krejt, apo plani, apo determinimi që ekziston për mu, që është determinum në sinkronicitet plot me të kaluamën, tashme dhe të ardhmen, për mu. Do thot, a është më inteligent, a është më inteligente kjo bot, ose kjo hapësirë që mundet me kriju të unë lumturin, apo unë vetë pakte, mu me kriju jetën dhe lumturin. Cila është kombinimi fitus këtu? Ne, kërkesat që i qojmë lartë, kërkesat, i qojmë në bazë të rregullave tona, ku narrativin e kemi të marrun prej frigës, dhe në bazë të frigës kemi kriju normën tonë, të rregullave tona të fitimit parave, të suksesit për gjithçka, edhe jemi totalisht në botën tonë, shumë kufizuese. A kërkojmë prej lartë. Do thot, ne me zër e shtym kërkesën tonë për realizim në jetë, a në anën tjetër jemi aut, jemi totalisht aut për më mbri suksesin e vërtet. Të tash kom ju thonë diçka tjetër. Njerëzit që mendojnë se janë inteligent, edhe se kanë dijen të mençur, aq shumë bazohen në dijen e vet, sa nuk e marrin parasysh këtë, edhe janë më pak suksesshëm se njëri që ka 4 vjet shkollë, e që lëshohet totalisht Zotit edhe rregullave universale, edhe arrin sukses. Nëse marrim ne komplet themi botën e profesorëve, që janë doktorat shkencave, me përjashtime shumë të vogla, të shkencëtarëve. Përjashtime në ata. Ata bazohen në fizik, bazohen në rregulla. Mirë po, tani kthehemi mbrapa. Mendohet se sistemin periodik në kimi, kush e ka zbulu? Sistemi periodik i Mendelejevit. A keni dëgju? Sistemi periodik i Mendelejevit. Do të thot në autobiografinë e Mendelejevit, thot se e ka po ëndër sistemin periodik. Edhe kur është zgju, ai e ka determinu tamam si e ka po ëndër. Mirë po, ëndrën kur e ka po, kush e ka dërgu porosin? Do më pas ka qenë sistemi, pas ka ekzistu sistemi periodik diku këtu, mirë po, a i ka shku deri te Mendelejevi. E tash bëhet pyetja si ka shku informacioni. Informacioni ka shku asisoj, që Mendelejevi ka qenë i gatshëm i pranu informacione. Edhe i paraqitet në ëndër. Ka qenë i hapur. E ka gjetë kuptimin e jetës, i ka dhënë kuptim jetës, edhe është lëshu në normën universale, nuk i ka shtrëngu, nuk i ka shty me zërë gjërat. Ja kalon, që themin e në thojza, po them, ja kalon Zotit. Ja kalon besimit plot.
universit, se ka qenë shumë i mençur, e ka ditë se kjo inteligjencë që është këtu, është krejt segmentet, vijat, janë qashtë lidhura pikat, me shpirtat e kalu, me tashmit, me tardhmen, asisoj, sa është ndritë dhe kur është zgju, e ka përpilu sistemin periodik. Dhe më sistemi periodik ka ekzistu para se me zbuluaj? Aha, do të thotë krejt shka sot në ndodh, edhe gjithë shka që është zbulu, edhe gjithë shka që është ka mu zbulu, veç mo ekziston, është qështja, edhe reja që të del, është qështja, kush ka me qeni ndritur me atë ide. Pse neve Zoti nuk në ndrit? Pse neve nuk në ndrit? Për shkak se ne jemi që të rëngum, ako me marrë rogën, ako me kry këto, ako me mri atje, a thu, ako me pas suksesin, edhe jemi që të rëngum. Ne nuk e kemi lëshu vetë vetën atë inteligencën e përgjithshme. Po. Ne jemi të frigum, a kemi me hongër, a kemi me pas ushqim për nesër. Jemi të frigum, a ka me ndodhë kjo, a ka me ndodhë ajo. Edhe friga është normale, për shkak se narrativi i injektimit që ndodh për atyre që e din shumë mirë këtë punë, e fusin njeriu në hutillën, haos, për me nxjerr prej rendit. Ku është rendi? A këtu? Këtu është rendi, këtu është ka haosi. Edhe në haos, këta që e din shumë mirë si funksionon, praktikisht e devijojnë njerëzimin me frika. Ka më bo kjo, ka më bo ajo, zban kjo, zban ajo, mu marrë me punë totalisht humbuna, pa kur farë koncepti të suksesit, a ne, me që e pranojmë atë narrativ, edhe atë tregim, e blejmë atë tregim, jemi larg të me u lidh me u sinkronizu me inteligencën e pafund, edhe me u futën frekuenca të duhura. Kur i shtrëngon punët, i do një marrë ti në kontrol. Ti praktikisht e kontrollon me mendin që e ke. Edhe ti shka ke bo? E ki kufizu qatë shumë mundësin e suksesit, sa mos bëhet ma kufizim ma i madh. Për shkak se ti e ke shtrëngu, e ke marrë për veti, e ke qenë shumë posesiv, edhe ke mendu se unë e zgjidhi. Edhe në moment, edhe ka njerëz që janë lodhën jetë për shtrëngimeve dhe kanë shudi. Kur ka thonë, a di çka? Le e krejt. Në qatë moment ka fillu suksesi. A dini pse? Kur ka thonë le e krejt, në çka u bazu? E ka bo pa vetë dije. Nuk e din se ekziston sistemi determinum. Mirë po, me që është lodh, do thënë, e ka lënë, ka qu dorë, edhe është mbështet totalisht, është mbështet pa vetë dije në sistemin që determinon çdo gjë. Është fut prej despiracionit, prej problemeve është fut në harmoni. Edhe kjo është diçka etash. A ju ka ndodhur juve në jetë, kur i keni lidhë gjanat, i keni pa një gjasendi, edhe ka ndodhur edhe një gjasendi gjatë ditës, edhe janë lidhë gjërat, asisoj që ju keni nxjerrë përfundim dhe një bind për ndonjë ide që keni pas. Keni pas ndonjë ide, ma dhe edhe ideja ka flet diku në vedije, edhe u kthy në vedije ku i keni pa disa shenja. Dhe ku i shef shenjat, e kap momentin se në realitet nuk qika e rastishme, po është në sinkron. Mirë po sa herë ne kemi pru vetën ashtu, shumë pak, gati hiq. Edhe ne lëshojmë shansën e jonë primare, kur
mundohemi me shtrëngu procesin dhe ne me kontrolu. Ne mujmë me kontrolu kualitetin e përditshmërisë tonë me ngrit nivel më të lartë. Se nuk mundesh ti, me thonë atë që s'po më intereson për kur gjë, ose prek punë me dorë, edhe më jalon krejt Zotit. Jo. Nëse nisesh me kriju diçka, me bë punën, edhe nisesh me një jetë të harmonisë, edhe bën punën për ditë, ajo ndodh. Nisesh prej besimit plot se mundesh me bë një ndryshim, se mundesh me bë një punë të mirë, një vlerë të shtuar. Edhe kur nisesh prej asaj ti e bën, edhe ti je në sinkron. E tash, kjo botë e padukshme. Nëse nisemi mbi veprimet tona që i bëjmë prej frikës, prej pasigurisë, prej emocioneve negative, ne nuk mujmë me hyrë në këtë botë. Ama nëse nisemi prej besimit, prej falenderimit, prej qëllimit mirë, prej aktivitetit, punës, prej normës të rregullave universale, ne deshtëm ne jemi të lidhur. Jemi të lidhur. Do të thonë punën që e bëjmë do të munis prej punës, jo prej frikës. Jo prej dros, a do të ndodh as do të ndodh. Por nisemi prej besimit, prej falenderimit, nisemi prej qëllimit ton pozitiv, edhe mandej ne jemi në lidhshmëri të plotë. A çka bën shumica e njerëzimit? 99% njerëz. Të kundër të lëvon. Edhe praktikisht e ndërprejnë këtë ndërlidhje. Thash, do ta pasurojmë temën, tash vetëm po e hapi etash. Dëgjoni këtu. A keni dëgju, ose a besoni, Skënderi mundet me shtu këtu, në realitet me vërtetu ose me thonë jo, s'është ashtu, dhe të lutëm nëse s'është ashtu, thuj nuk është ashtu. Ai do thot, shpirti është i pavdekshëm. Është ashtu? Edhe shpirti jeton në pakufi. Bartët prej një jetës, prej një, themi, subjektit, një njeriu tjetër. Do thonë, ne shpirti jonë ka pas jeta tjera dhe më parë. Dhe në bota nuk i ka vetëm 8 miliard. Nashta i ka një 80 miliard banor me shpirta që janë diku që presin me u implementu të dikush tjetër. Tash kur ndëgjon dikush ndaj shkencëtar, ndonjë profesor thotë ky ka komunitet për cilës sektë është. Edhe pa i paskala durt ky i paskala, këtë paska dalën që të dimenzion. Mirë po, themi se shpirti im i më parshëm, s'ka qenë te unë. Themi se ka pas luft, edhe unë e komik, edhe më kanë zonë, diku edhe më kanë varë. Pa e marim një. Mirë po, varën e ka po qasi soj që se më ka dalë shpirti me njëherë, po ju mundu shumë. Jo arktimi. Shpirti që ka qenë të dikush tjetër. Nëse unë e kom trashëguar shpirt, prit kalumës, unë kom probleme shëndetësore. Kom ankth për shkak se s'm ka dalë shpirti me njerë dhe ai shpirt është i mundum. Ose, nëse aq shpirt dikush prej mbas e kanë ekzekutuar, ose e kanë vrap. Nëse është bart, ai njeri sot këshyrën gjithmonë vazhdimisht e kthen kokën mbas për shkak se me një kont më parë ai shpirt është vrarë pa besi. Ne kemi bart. A që ashtu? Skëndera sot që ashtu. Si mas shpjegimit teologjik botës metafizike. Do thonë, ne kemi trashëguar çka? Shpirtat që kanë jetu më parë. Edhe në të ardhmen dikush ka më trashëguar edhe këto shpirtat që ne i bartim sot. Edhe me gjitha këto pengesa
themi ndodhia që na ka ndodhur neve traumën, dikush ka më marrë traumën e Lajkonetit për cilën mas një 100 vjetëve, 200 vjetëve. E duhet me pas kujdes ne me rujt që kur të përcillet me qenë sa ma i qetë, sa ma nivel të nartë. E keni menduar ndonjëherë për këtë punë? Dhe më thonë, ne kretë ato elementet që asnjë njësë është njësoj. Kretë reagojnë ndryshe në të njëjtën ngjarje. Është rezultat i bartjes, do të thotë, ekziston totalisht, do të thonë këtu se ekziston koha. Këtu koha se ekziston, kjo është matricë që ndodhin gjërat kretë për njëherë, se ekziston e kaluara ardhme. Koha që, pse thuhet relative? Ne, bota fizike e ndan me kohë, 24 orë, 60 sekonda, 1 orë. Kjo është rënd një spjegu, se të është një njëri që s'ka titull doktori shkencave metafizikës e tjere tjere. Mirë po sa unë punoj me vetë vetën, sa mundona me hynë këto tema, këta që kanë doktoru para 20 vjetëve, kur libër me dorë nuk kanë prek, me përjashtimet vogla. Ata kanë qenë doktorat shkencave, ata s'ka nevojë më me ditë, se dinë gjithë shka. Ama bota për ndryshon. Informacioni për shkon me të madhe, po hapën dosje tjera, po dalin libra që në shef, ma në këtë botë, kur gjosë mbetet e pa mbulume. Të për ju të regojnë, dëgjova një të shta e ka për edhe tjetë moment, shumë shpet teknologjia ka marrë në qësisoj që ne transferim bankarë me boshive transferoja Skenderit ka që vlerë, vetëm e thëmë me gojë dhe transferohet. Ska nevoj as me mbush formular, as me shkru emën, bjemën, kur gjo, komplet inteligencë artificiale e ka pëzalin tonë dhe i qënë transferin. A ne sot vujmë për transfer. E tash nëse ne e shlirojmë shpirtin tonë, themi a diçka, krejt është në sinkron. Unë futëm në ato frekuenca. A futja në ato frekuenca duhet me vi përmes normave pozitive. Duhet njësë prej falenderimit edhe prej dëshirës me bo ndryshim jo me o ka për materjen. Në momentin kur kapëmi për... Ka njëzët punojnë për lufta pa para sot së mund, mirë po paraja vjen kur unë nuk jam posesiv e lëshoj në inteligencen e përgjithshme universale. Fatin tim, jo në kuptimin mos me punu. Punoj po duke u nis prej besimit, falenderimit edhe normave pozitive. Nëse unë bëj diçka për shkak të frikës, unë këtë ndërprej, këtë lidhje ndërprej. Këtu se ekziston më kjo lidhje. Është kufi, është vije kuqe. Do t'i zbërthejmë. Është temë shumë interesante. Edhe është pasionuese tema. Edhe sa ma shumë futemi në thellësi e shohim se gjërat zbërthejnë në momenti kur ne lirohemi për presionit. Disa jo kom thonë, nëse do me realizu topin në kosh, a realizojmë duke u frigu se do të qëllojmë ose jo, edhe jemi qëtërëngum, apo kur jemi krejt lirum. Apo kur jemi lirum, hiq pa sy, pa e shiqu hiq, hynë topi aty ku duhet. Në momenti kur keti frikë, automatikisht del prej parasimpatikusve, kemi diskutu. Parasimpatikusi është i lidhun direkt me këtë botë. Ato mehanizme ekzistojnë. Problemi është se ne i marrim e futim zekrin mrenda për shkak të botës materiale që ne jetojmë. Edhe fatkeqësisht kemi hyrë në epokën e një materializmit jashtëzakonisht rënd, ku as sistemi komunist, po edhe ky kapitalist nuk e ka dhënë përgjigjen e kësaj që unë po diskutoj. Kapitalizmi thot pare, kapital. Komunizmi më dihet. S'kemi që ka diskutojmë, po nuk e merë për bazë botën e padukshme. Mirë po nënën tjetër prapë varet për kapitalit. Shifni që Kinën.
Mirë po që të dy anët, mujmë me siguri me thonë, që janë larg edukimit njerëzimit në bazë të harmonisë, sinkronit në jetë. Prej haosit që duket, në haosin që ne mendojmë ka rend. Mirë po për me hy në atë rend, nuk mund me hy secili. E ne kemi diskutu këto tema në format të ndryshme. Kemi thonë, për me kthy ura në mes vetdijes dhe nën vetdijes, është cila? Do thot, për me nën vetdia është kjo. Nën vetdia. Po për me kalu në vetdije, do më thonë, prej nën vetdijes me kalu në vetdije, do më thonë, nën vetdija me kalu në vetdije dhe me u futu në kokën tonë, duhet me vendos urën e vërtet. Për këte fletë shumë ky dispensa. Edhe gjithë shka realizohet. E në momenti kur ne hudhemi në këtë botë, materia krijohet pa kurfar problemi. Se ne jemi pasionum vetëm me materie. Kur gjonë në kemi të pa parasysh. Edhe kjo ka lidhje direkte me bizneset, ka lidhje direkte me punën që e bëjmë, ka lidhje direkte me lumturinë, me dëshirën me qenë të lumtur. Do thot, cilat janë këto dy tema? Një është sinkroniciteti, edhe dy është momenti kur ne, këtë e spjegon më së miri Viktor Frankl. Të dini, kemi hapë temën e Viktor Franklit, i burgosur në për kampet e përqendrimeve naciste. Ai ka qenë, është marrë, edhe para se më ndodh lufta e dytë botërore, tema e tij ka qenë, ose doktoratura e tij, profesioni i tij ka qenë me u marr me gjetjen e kuptimit të jetës. Pa marrë parasysh çka ndodh, nëse ju e keni gjetë kuptimin e jetës, thotë juve që jeni fut në këtë botë. Pa marrë parasysh çka ndodh. Edhe më e keqja që ndodh, ai ka gjetë kuptimin e jetës brenda llogorave të koncentracionit. E ka gjetë kuptimin. Do të thotë, ai nuk ka mujtë me ndryshu situatat. Ato kanë qenë të pandryshueshme, kanë qenë variabla që s'ka mujtë me ndryshu. Mirë po, nxitja e tij për pozicionimin, ose themi për bot kuptimin rreth asaj çështje, ka mujtë me lënë në botën e optimizmit ose sinkronicitetit, pa ngarkesa, pa friga, ose me u frigu si krejt tjerë dhe në fund me mbaru në furra. Zgjedhja ka qenë e tij. Edhe me që është marrë me atë pjesë të nxitjeve, çka nxit njeriu, me terapit e ndryshme psikologjike, ai ka vendos me u fut me një botë, shive, vujtjet ai që ka përjetu 99.99% njerëzve as afër nuk kanë qenë. E të cila është tema? Tema kur ne fillojmë me suksesin në momentin kur jemi të shkarkuar për presiona dhe për frigave. Kjo është një. E tema tjetër ku me këtë akt ne futemi në botën e harmonisë. Në atë moment, pa hetushëm, na vjen një shans e re. Na vjen një shans e re. Mirë po botën që ne jetojmë, e masim me normë, e masim me numër, 1 centimetër, 1 gram, 1 kilogram. Ama ne të tregon dikush cila është masa që matet për shembull besimi ose dashuria. Ma tregoni cila është njësia që mat besimin. Besimin 1 gram, 2 gram se ekziston, 1 metër, 2 metra se ekziston, as dashuria, cila është masa? Pse nuk ka masat ne kemi vendu në bazë të materjes, 1 metër shtof,
1 kilogram ari, 1 gram themi drogë. Ama më tregoni vlerat e vërteta, a kanë mas, njësi? A kanë karatash? Sa karat është dashuria? Le të më tregon dikush. Ja, jo ndërsa. Ja e ki, ja se ki. Ja e ki piknisje, ja nuk e ki. Njerëzit mendojnë se ato janë gjështje që blihen. Ta mriu në paran, këtë tjera t'i blej. Së është e mundun, diçka që është e pamatshme. Së mund është ti me blej. Edhe çka bëjmë? Komplet jetën edhe shpirtin e ndotim me rregullën e normës materiale. E ndotim. Për shkak se piknisjen e kemi të gabueshme. Kur po them e kemi, po e fusim edhe të vetën aty, për shkak se jemi pjesë e kësaj. Edhe ka njerë aty qalojmë, edhe na godasin depresionet edhe emocionet negative. Po tema është shumë e gjerë. Do të marrim, domethënë kjo është hapje, skica, do të shkojmë në ato pjesa e parë, pjesa e dytë, pjesa e tretë, është shumë e rëndësishme, shumë e fortë për shkak se sot si kur më parë, njerëzit kanë nevojë për shkarkim, jo për ngarkim. Kanë nevojë për me çliru shpirtin, me gjetë kuptimin e jetës dhe liria, domethënë për krejt lirive. Liria e fundit është liria në zgjedhje. Me zgjedhje ti vetë. Ka plot lloje të lirisë. Ama liria më e bukur është ti, pa marrë parasysh në çfarë kushte ti zgjedh. E tash, a zgjedhim ne këtë kakje, apo këtu vendosim ne, s'na intereson, për kur gjo, vetëm ta mriu në matierën e mandej unë e di. Shpesherë kom thonë, në fjalin njerëz të keq, sheve, s'kam nevojë për mend, pare. Atë në mend, po e shti kreacionin, vlerën e shtuar, atë që ne si njerëzi e bëjmë me kreativitet për me u fut me një botë që është jashtëzakonisht e qetë. Sot njerëzit i frikojnë vdekjes. A kërkush se diskuton? Edhe si dhe thu se kur nuk kanë merë? Dhe vdekje. A e keni pa? A i frikohet shumë. A cilë është e kundërta? Sot e thash, e përmenda, ne kërkojmë për jetës me në dhonë. A kërkojmë për jetës me në dhonë? Edhe kur ndodhë diçka, çka i ku mbo Zotit që po ndodhë kjo me mu, edhe pse presim ne jeta me në dhonë. Dhe më thonë, a më ne nuk e pysim asnjëherë jetën, a japim ne diçka jetës. Cila është rregulla e suksesit? Me dhonë, për me marë. Për me dhonë duhet pa tjetër me u futë. A kur futesh tu, kjo është një botë që ti jeton fizikusin, jeton fizikën, i kënaqesh jetës, bukurive, dashurisë, komunikimit me njerëzit krejt, i kënaqesh, edhe nuk ke frika. Ki frika normale, që ka çdo njeri, se mos e pas frikë, praktikisht edhe nuk është normale, futet këtu një tigër ose një gjarpër ne tash rrim të stoftë. Atëherë frika normale. Kemi thonë çka, duhet me rujt jetën, se e kemi në huazim, edhe me kthy të pa dëmtuar. Po mas pari duhet me njoft vetveten, atë teme kemi diskutuar me njoft vetveten. Me njoft më mundu mi gjet talentin. Çdo njeri e ka vlerën e shtuar të vetën. Edhe me atë vlerën e kemi lind. A e kultivojmë, as e kultivojmë, direkt është proporcionale me mundësinë sa futemi. Ta përmbledhi. Domthonë, në momentin kur ne nuk jemi shtrëngu, në momentin kur ne nuk jemi të frigu, në momentin kur ne ja lëm, e bëjmë punën, po ja lëm fuqisë edhe inteligjencës të pa kufi, që e din më mirë punën për ne se ne për vetveten, jemi në atë moment na hapën, na zbërthejnë problemet. Në momentin kur ne mendojmë se kemi në kontroll gjithçka, edhe ne marrim kontrollin, na
ajo nuk bie sukses. Ajo bjen vetëm rrogë mujore, bjen vetëm mbi jetesën, jo jetesën. Po. Me nxi me lidh mujin me mujin, a jemi në konflikt edhe me vetveten dhe me çdo subjekt përreth nesh. Thot, në momentin kur e lirojmë shpirtin edhe kërkojmë me qenë në vi, kjo është problem shumë i madh, edhe gjithmonë ka ekzistuar, mirë, po tash është nivelin më të madh. Bota është në një lëkundje të jashtëzakonshme për shkak të kësaj. Jo se nuk do të vjen, nuk do të vedisohet, po vedisimi mas kataklizmës lën pasoja. Spaku ne me qenë vedishëm dhe ne me fillu me mendu pak ma ndryshe edhe mos me i marë modelet materiale dhe fizike që i shohim. Edhe atë teme kemi diskutuar atë modele. Cili është modelin cilën ne e shohim. Punën duhet me bo, ama nëse bojmë me nder edhe me gjitha normat si duhet, mandej bje rezultat. Po më mirë është me i lonë, këtu janë miliardat. Ata njerëz që kanë rri sukses, mbanin mend, ata në momentet të duhuna tjetës e kanë lënë fatin e tyne, jo me çudur për fatit, po ja kanë lënë rezultatin e punës, ja kanë lënë botës që është në sinkron. Ka plot libra që janë shkruar rreth kësaj teme. Randi nga Haosi është një autor rus. Me nxjerr rendin prej haosit. Cili është rendi i haosit? Kur gjë nuk është në haos, ne mendojmë se është në haos. Krejt është në rendin e dur. Dhe atë në dimenzion jashtë kohor, në dimenzion të pa kufi, edhe sinkroniciteti shenja sinkronicitet, dini cili është? Infiniti, pa kufi. E tash a doni me qenë në dimenzion, pa kufi, ku vazhdimisht trunin ton e mbush bukuria edhe intelekti i lartë i kësaj zone, dhe jemi të hapun, thash Mendelejevin, ose themi Mozartin, si është e mundun Mozarti 3 vjeçar, 4 vjeçar, me kriju simfoni. Simfonia ka ekzistu, vetëm Zoti e ka ndrit. Edhe e moshën 3 vjeçar, edhe Mendeljev ka bërë simfoni. Do thot na shpirt tjetër brenda sistemit e ka përcjell deri te Mozarti. Simfonin. Edhe prandaj muzika e Mozartit sot është më afërt i frekuencave të krijuesit. Edhe mendohet se duke ndëgjuar muzikë, njerëzit kanë shëruar smundje të jashtëzakonshme. Kush e ka determinuar atë? Kjo botë. Mozarti vetëm e ka pru në këtë botën fizike. Mirë po mos e pas qenë i hapun ai djalë. Edhe i determinum. A keni pa filmin e Mozartit? Është sikur pak autistik. Tash më kujtu dhe një shembull tjetër, është një film Kocka. I vitit 97 është filmi, Kocka quhet. Kubi, katrori, kubi. Në një godin të madhe, ekzistojnë dhomat në formë të kubit, edhe në çdo kub ka garinjeri. Të moshave të ndryshme, gjinive të ndryshme, profesionale të ndryshme. Ata janë determinum gjithë me vdek nëse nuk gjejnë formulën e daljes për asaj kocke, mi pa është labirint, derisa dalin për asaj godine. Dhe asisoj janë grackat, hyrje, dalje, prej lartë, prej poshtë, dhe kretë muret janë të lëvizshme, edhe të hapshme ose të mbyllshme, mirë po, nëse kalon për një murin tjetër, në kockën tjetër, të pret gracka. Edhe gjithë në fund vdesin, vetëm një shpëton. Shpëton një fëmijë, 12-13 vjeçar autistik. Se ai nuk di me mendu, ai niset në bazë të informacioneve që i vinë. Kjo duhet me qenë zgjidhja. Kjo thonë, jo, mos e zgjidhja se aty është
rrezik. Ai shkon e hap derën për shkak se informatën e merr, se ai nuk e fut trunin e vet me mendu si profesor që mendojnë, ose si unë që mendoj, po si mendon universi. Ai shpëton. Si është e mundur fëmia autistik që ne llogarisim për të smut, për jo normal, me shpëtu. Dhe përgjigja dihet. E tash me merr në kokë, të i ditë këto punë, edhe me lujtë rolin e të mençurit, pa nevojë, edhe me eliminu këtë botë, është bazë me tranin. Në orët tjera, do të mundohemi me hymë, me determinu pak, me izbërthy një nga një, edhe mandej do të kemi edhe më të qartë këtë që une sonte diskutova, lidhet direkt me teologjinë, me besimet, lidhet me krejt atë që do shta themi popat dhe hoxhallarët mundohen me diskutu, mi po diskutojmë në bazë mehanike. Bla, 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 edhe nuk thot kur gjo. Unë ka ndodhë, kum pas bashkëpunëtor të mi të moshës, ndërjet baba, duke mi trashëgu dhe njerëzit që këshin fillu si qirak të baba, si kalf e tjerë, edhe më ndej, unë isha shumë ma i ri, ata ishin mosh më të madhe, ishin mjeshtër të zanatit. Edhe ata shkonin në xhami. Edhe një dit, i ndëgjoj ata pinë qaj aty para dyqanit, qashin e vjetër, në rrugën i Organgjive, edhe i ndëgjoj shka flasin. Tha, ndime shka tha hoxha. E tash, bisudëm në tash, u ktheva në vesh, sikur tha, hoxha tha, kur shef diçka, pa marrë për diçka, shef, kur t'i lanë syt, fshihet. Nëse kënë të gjuhë diçka që i lanë vesht, po, në mëne te i kalonde, me është mundu me spjegua, dhe tash e këshin marrë apo, dhe me shka tha hoxha mirë. I lanë syt, kretë shka ke pa, pastrohet. I lanë vesht, kretë shka ke dëgju, pastrohet. E tjerë, edhe unë e veç dola. Mirë thash, aje që ka hinë kry në tru, që është pastrohet? Se ti kur ki pa me sy ka hinë tru, kur ki ndëgju me vesh, ka hinë tru, që ata më tërë. Dhe thot, që si dogma, a pranë e ka në dorë një opus tja zakonshëm për me eduku njerion, edhe atë e zvoglanë dhe përnë në dogme dhe këta i besojnë. Thasha, e keni ment të në kryja joju. Dhe me kom dëgju t'i shka të keqe, si ti laj vesht, marën puna. E kom la syt, ke pa. Aha? Nuk është ashtu. Ose si është e mundur një fëmijë që ka lind i verbët, me pa ma shumë se sa këta që i kanë syt. Shkak se narrativin e botës, ai nuk na njeh, nuk e din si duket deti, si duket pylli, bukuritë e jetës, nuk e din si duket njeriu. Se ka pas njëherë. A jeton jetën, domthonë po flas për të verbët të lindur. Jeton jetën, a nuk e din si duket jeta. E jeton jetën me lumturi edhe me dashuri edhe kupton nonën, babën, vllahun, vlla, po jetën pa i hap syt. Mi po shka, me çka shefaj? Shef me fuqinë e trunit. A ne Zotin e na ka fal krejt, edhe krejt shohim mrapsht. Edhe mandej ky shkon thotë, si ti lan si s'ka problem, tash i lën vetes gjithçka me dëgju, gjithçka me pa, gjithçka me bose kur kërkon falje, krejt fshihet, bën çka dush. Po i del se duhet të mujmë edhe me vrarë njëri, edhe në fund. Në rregull, mos me qenë edhe ajo, mirë është se marrë në balans deri dikun. Mirë po, kur tyn në të vërtetën pak ma thellë, atëherë ma i ngritun. Për mu është e dhimbshme, si është e mundun, dalmatint ose krat, që është komplet, janë edhe si territor, edhe si kulturë, është i lire. Kur i dëgjon ata, në çfarë niveli e ka ngrit jetën, çfarë bot kuptime ka? I rrit për rreth detit. Po dhe ne me rrit për rreth detit, çfarë kuptime kemi ne? Atëherë vjen habite ashtu, si është e mundur një civilizim kësaj, me marrë kësi kahje, a ai më lart, jo më larg se 1000 kilometra, as 1000 si ka. Në Split, të themi në Opati, në Rijek,
në ato ishuj, në Korçull e tjerë, me mendu ndryshe. A kur e ndëgjon Melozin, njësoj, serenat atje, serenat këtu. Kur e ndëgjon, kur e shef kulturë. Kjo është rezultat se ne nuk e përdorim trunin. Nuk e kultivojmë. A e keqja më e madhe është bë me sistemin komunist në Shqipëri, vetëm materia kur gjë tjetër, me përjashtimet vogla. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme. Për me gjetë lumturinë e jetës, patjetër duhet me hy në këtë botë. Do të flasim këtë temë, është temë e gjerë, do të diskutojmë edhe më tutje, do të vëmë në nivel duhur, po mjafton me hap si dilemë, edhe me mendu rreth kësaj. Okej? Faleminderit.